Jam shumë i çuditur që Kosova shpërderoi një shans, e kishte presidentin, për mendimin tim, vështruar nga këtu, nga Shqipëria, edhe nga një optik, jo vetëm imi, por është disa njerëzve që merren me analizë. Presidentja Osmani është një president shumë e mirë. Ajo jo vetëm që mundsoi me qeverisin e Kurtit për gjatë mandati që ishte bashkë me të zgjedhë, i dha një numër deputetësh me lëvizjen guxo, dhe ndanë, si me thënë, përgjithësitë. Sigurisht përgjithësitë pushteti, por edhe kredite politike në zgjedhje. Edhe kredite politike. Ajo ka ditur që të kompensojë, në mënyrë të përsosur dhe me talent madh, me gjitha ato gropat që ka lënë Kurti gjatë qeverisjes së tij në marrëdhënie me ndërkombëtarët. Ka qenë gjithmonë ajo që ka mbajtur atë urën e fortë marrëdhënieve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe me BE-n. Pikërisht momentin kur ajo, si thua, mori një bonus shumë të madh nga presidenti i Shtetet e Bashkuara të Amerikës në takimin e Bordit të Paqes dhe në takime tjera që pati dhe në Kras Montana me zonjën Kurti, me zonjën Osmani, pra pati një moment që afirmimi nga aleati më i madh që ka Kosova dhe do ketë Kosova sa të ekzistojë kjo gjeopolitike sotme, në Kosovën e vogël, domethënë, e larguan. Një afirmim nga aleati ndërkombëtar më i madh, po një refuzim së brendshëm.